Kush po thotë që ka ndiku te vrasja e babës? I përmend edhe shqiptar edhe me udhën? Ka qenë një Haskaj edhe një në Albani ata udhbasht. Ma famë keq që kanë qenë bej këtu që kanë sjellë, dhe ka shumë tjerë, po këta kanë qenë ma kryesorët. Që në merë me këto partitë komuniste që kanë menu që në ky vend nuk shlirohet kur, vetëm ata dominojnë me privilegje që sot ju kanë dhënë privilegje aty në familje të tyre. Ata kanë qenë keqe këtij vendi. Dhe sot gjithë i gëzojnë këto qija, si një në Albani që kanë ngordh në duket, nuk kam dëgjuar për to. Duket kanë ngordh edhe ky Haskaj. Ata kanë qenë promotorët për shpunim me udhën për ta heqë qafa babajnë. Ka qenë të Eckom, shqiptara udhba bashk, që atër kanë punuar edhe shumë shqiptarë për fatkeq, se kanë menu që nuk shlirohet ky vend kur, dominojnë këtë vend. Kur e kanë shtypë dhe ka morë lajmë pjesëtari tjetër i udhbës, një Haskaj që jeton, dhe qenë ka familjen e tash të djetë ngritur mes televiziona gjithkun, pozita se për fatkeq shumë kem gazetar, mësu prej këti se speceke për ty, që janë në për televizione që babat të ty në janë prokurorës, vrasës, udhbash, tulli, u jemi atë që shme thonë gjana kanë bot këshia në këti populli, se kanë menu që kur nuk heket ky pushtus. Pa ata desh me menu ma përpara, se pushtimi ka ndodhë 1912. E kanë menu që s'heken kur, që mu i shtypin 2 milion shqiptar, e popullat shqiptare, me një papavi punësimit që ka pas, dhe që ka me tratu popullin e vetë, ose mi vra burgosit politik, gjithë ata që kanë qenë da shamirës liris. Do thotë ju si familje, veç se pas keni qenë të prekur qysh para... persekutume, para lufte. Qysh para se me nis luftime tamam. Ose në gjerdhet e dytën në arrestu baba.